Kompania Tete Albania ka reaguar zyrtarisht në lidhje me protestat që po zhvillohen ditët e fundit nga një grup punonësish të minjerës së bakrit në Spaqë të Mirditës, duke e cilësuar procesin si të paligjshëm dhe jashtë procedurave të parashikuara nga Kodi i Punës. Në deklaratën për shtyp, kompania thekson se që prej themelimit ka ushtruar aktivitetin në përputhje të plotë me ligjet dhe rregullore në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar të drejtat e punonjësve dhe të gjitha proceset ligjore që burojnë prej tyre. U bën thirrje 43 punonjësve, kontratat e të cilëve janë ende në fuqi të rikthehen menjëherë në vendet e tyre të punës, thuhet në deklaratë. Sipas kompanisë, krijimi i sindikatave dhe antarësimi në to është një drejtë ligjore e çdo punonjësi, por ndërprerja e punës pa ndjekur procedurat ligjore përbën shkelje të rregullave dhe ndikon negativisht tek punonjësit e tjerë. Tete Albania paralajmëron se nëse situata nuk normalizohet në një periudhë të shkurtër, kompania mund të përballet me vështirësi në shlyerjen e detyrimeve financiare ndaj punonjësve aktiv për shkak të dëmeve ekonomike që tashmë janë shkaktuar. Thekson më tej njoftimi. Në të njëjtën kohë, kompania njofton se ka nisur procedurat ligjore për kompensimin e dëmeve të shkaktuara gjatë procesit të grevës. Në përfundim, Tete Albania shprehet se zgjedhja e qëndrueshme e situatës mund të arrihet vetëm përmes dialogut të hapur dhe konstruktiv, në respekt të kuadrit ligjor dhe procedurial në fuqi.